Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga tensioni i lartë. Ja ushqimet që duhet të hani për mëngjes për ta mbajtur nën kontroll. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat efikase për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Mëngjesi është një vakt tepër i rëndësishëm në uljen e tensionit. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni ditën me një prej këtyre alternativave, të cilat do të ndikojnë pozitivisht edhe në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tensionit. Në dietën tuaj, për të stabilizuar më mirë nivelet tuaja të tensionit, mund të përfshini tërshërën. Tërshëra është një nga alternativat më të pasur me fibër, të cilat ju frenojnë ndjenjën e ushqyerjes së tepërt, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë të organizmit në parandalimin e problemeve të pagjumësisë, duke rritur kështu nivelin më të mirë të tensionit të gjakut. Nëse mbani tërshërën në ujë gjatë natës, në mëngjes do të përfitoni në maksimum nga vlerat e fibrës pa pasur nevojë për ëmbëlsues shtesë. Tërshëra mund të pasurohet me fruta aror, fara dhe mjaltë, dhe mund të kthehet në një zgjidhje mjaft të mirë për personat që vuajnë nga problemet e luhatjes së hipertensionit. Në ndihmë gjithashtu për shëndetin dhe për trupin tuaj mund të vijë edhe përdorimi i kosit. Kosi dhe qumshti janë burime më të shkëlqyera të kalciumit, të cilat janë shumë të nevojshme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Si të tilla janë alternativat më të mira ushqyese që duhet të jenë pjesë të dietave tuaja, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të hipertensionit. Të dhënat e health.com citojnë se konsumi i kosit në shëndetin tuaj, sidomos kosit të përgatitur në kushte shtëpie të përzier me fruta dhe mjalt natyral, mund të jenë një mundësi shumë e mirë për personat të cilët vuajnë nga këto shqetësime. Frutat janë një zgjidhje gjithashtu shumë efektive në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e problemeve të tensionit të lartë. Është e vërtetë se frutat kanë sheqer që vijnë nga forma e fruktozës, por ato përmbajnë gjithashtu edhe fibra, minerale dhe vitamina shumë të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Bananet dhe portokalli janë rekomanduar sepse ofrojnë gjithashtu kalium, një mineral, i cili e mban të shëndetshëm zemrën dhe ul nivelin e tensionit të lartë. Farat e kungullit, farat e linjit dhe ato chia ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore nëse konsumohen rregullisht. Këto fara janë të pasur me kalium, vitamina dhe yndyrna të shëndetshme që mund të konsumohen rregullisht në dietën tuaj, duke përmirësuar kështu edhe nivelet tuaja të hipertensionit dhe duke parandaluar luhatjet e tij. Barishtet e egra janë një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga hipertensioni. Barishtet e egra si spinaqi, rukola, sallata jeshile janë të pasura gjithashtu me kalium. Spinaqi mund të hahet në mëngjes i kombinuar me vezë ose me kos, dhe mund të përzihet në mikser me frutat ose me perime të tjera, dhe vlerat që do t'i ofrojë organizmit do ta kthejnë atë në një nga aleatët më të mëdhenj të shëndetit tuaj në parandalimin e komplikacioneve që lindin nga luhatjet e tensionit. Tensioni i lartë i gjakut është një nga problemet më të mëdha dhe më të përhapura shëndetësore. Nëse nuk trajtohet si duhet, ai mund të krijojë shqetësime, probleme dhe mjaft dëme të mëdha në shëndetin tuaj. Ndaj, duhet të zgjidhni të konsumoni sa më shumë produkte natyrale për ta mbajtur nën kontroll dhe për të stabilizuar luhatjet e niveleve të tij. Shumë njerëz vuajnë nga nivelet e presionit të lartë të gjakut dhe marrin medikamente, por gjithashtu, marrja e medikamenteve pa kriter mund të krijojë gjithashtu edhe probleme të trupit tuaj. Në rast se jeni në hapat e parë të hipertensionit, atë mund ta mbani nën kontroll përmes produkteve natyrale, siç mund të jetë edhe përdorimi i lëngut të limonit. Përbërësit që duhen në këtë janë ujë dhe një limon. Shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe e pini atë çdo mëngjes, përpara se të konsumoni ushqime. Lëngu i limonit ka aftësinë të ruajë fleksibilitetin e funksioneve të enme të gjakut, duke ulur kështu edhe problemet të hipertensionit. Hudhra është një tjetër alternativë shumë e mirë për personat që vuajnë nga hipertensioni, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të luhatjeve të tij dhe një mbrojtje më efektive të shëndetit të përgjithshëm. Hudhra përmban substanca që kanë aftësinë të ulin tensionin e lartë të gjakut, duke evituar kështu edhe shqetësime të tjera të imunitetit dhe duke ofruar një mbrojtje më të mirë të niveleve të hipertensionit. Këto substanca që përmban hudhra stabilizojnë prodhimin e oksidinit të rikë dhe rregullojnë tensionin. Jo mund të konsumoni 1 deri në 2 thelpi hudhër në dietën tuaj,
por nëse merrni hollues të gjakut, mos e përdorni. Një tjetër përdorim mund të jetë edhe alternativa më e mirë e hidratimit të trupit, duke siguruar një mbrojtje më efektive për shëndetin tuaj. Për të minimizuar problemet e hipertensionit në dietën tuaj, mund të shtoni gjithashtu edhe boronicat dhe frutat e pyllit. Ato ulin edhe rrezikun e zhvillimit të tensioneve të gjakut dhe sigurojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Boronica, lule shtrydhe dhe mjedrat kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidantë dhe me fiber, që mundësojnë një zgjidhje shumë të mirë kundër luhatjeve të hipertensionit. Në dietën tuaj, për të menaxhuar më mirë nivelet e hipertensionit, mund të shtoni edhe drithra. Një pjatë me drithra të plota, siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit, ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumi një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për menaxhimin tuaj. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga hipertensioni është edhe panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me substanca të mira për shëndetin e zemrës. Studime thonë se nitratit e panxhari i kuq do të ulë gjithashtu edhe rrezikun e luhatjeve të hipertensionit në dietën tuaj. Çokolata e zezë është një tjetër alternativë shumë efektive për të ndihmuar në shëndetin tuaj kundër luhatjeve të hipertensionit. Gjithashtu, spinaqi është një burim shumë i pasur i kaliumit, i magnezit që mban tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por eliminon kripën e tepërt që është përgjegjëse për nivelin e lartë të tensionit. Sigurohuni që dietën tuaj ta pasuroni me sa më shumë produkte natyrale, që do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Një ndër to është edhe peshku. Peshqit janë të pasur me omega-3, plot me vlera të shëndetshme për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin në rrezikun e tensionit të lartë të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbria dhe merluci. Madje dhe arenga janë zgjidhje mjaft të mira ushqyese, sidomos për personat që kanë luhatje të theksuara të hipertensionit. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe brokolin. Brokoli është një burim shumë i pasur i kaliumit, minerale shumë të rëndësishme këto, të cilat ndihmojnë edhe në stabilizimin e niveleve tuaja të hipertensionit. Pasuroni dietën tuaj me produkte sa më natyrale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në stabilizimin e niveleve të tensionit. Sigurohuni të konsultoheni me mjekun tuaj sa herë që keni luhatje të parregullta të tensionit. Është e këshillueshme që në mënyrë korrekte të ndiqni edhe udhëzimet e mjekut, edhe për të ndihmuar në menaxhimin e niveleve të tensionit, duhet të keni edhe një jetë sa më aktive. Të evitoni gjithashtu nivelet e larta të kripës, të cilët kanë efekte të mëdha negative në shëndetin tuaj. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe produkte më të mira natyrale. Një nga sfidat më të mira është edhe përfshirja e çajit. Zgjedhja natyrale e çajit hibiskus i bërë nga petalet e bimës së thatë ka përfitime të mira edhe në uljen e tensionit të lartë të gjakut, duke u siguruar si një alternativë mjaft e mirë për shëndetin tuaj. Në dietën tuaj duhet të përfshini edhe drithrat. Nëse doni të mbani nën kontroll nivelet e tensionit të gjakut, atëherë drithrat janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Sigurohuni të shtoni ato në dietën tuaj, duke ndikuar kështu edhe në një zgjidhje më të mirë ushqyese. Drithrat janë një mundësi e shkëlqyer e trupit për të parandaluar kështu edhe luhatjet e tensionit. Tërshëra, orizi, kafë, buka e grurit integral ofrojnë lëndë ushqyese me përfitime të mira në uljen e niveleve të hipertensionit. Ndjekja e kësaj diete do të jetë një mundësi shumë e mirë për menaxhimin e shqetësimeve tuaja. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe frutat. Frutat janë të pasur me antioksidantë dhe me drithra që ndikojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular. Portokalli, dardha dhe mollët dhe boronicat janë zgjidhje mjaft të mira dhe disa nga frutat që u vinë në ndihmë për të mbajtur të ekuilibruar nivelin e inflamacionit dhe presionit tuaj. Perimet dhe proteinat gjithashtu janë zgjidhje efektive dhe duhet të jenë pjesë të recetave tuaja të përgjithshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.